Një email me përmbajtje kërcënuese se brenda në shkollë ka të vendosur bombë kishte arritur sot në emailin zyrtar të shkollës fillore Yahya Kemal në Kamjan të Tetovës. Kjo ka shkaktuar panik në mes të nxënësve dhe stafit të shkollës. Menjëherë pas marrjes së alarmit, autoritetet kanë reaguar shpejt dhe të gjithë nxënësit janë evakuuar nga ndërtesa. Policia ka mbërritur në vendin e ngjarjes dhe ka nisur një kontroll e hollësishme në shkollën për të siguruar se nuk ka rrezik. Bugün sabah böyle bir mail aldık ama hemen prosedürü başlattık. Sot në mëngjes ka ardhur një email nga një adresë e rrejshme ku thuhej se në shkollë kishte bombë. Ne kemi njoftuar menjëherë policinë dhe inspektorët përkatës. Policia ka kryer kontrollin dhe ka konfirmuar se shkolla është e sigurt dhe se lajmi është i rrejshëm. Kemi ndjekur procedurën normale. Jemi në kontakt me Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe mësimi do të vazhdojë normalisht, tha drejtori Yusuf Shahin. Rastin e konfirmuan edhe në policinë e Tetovës. Sot në stacionin policor në Kamjan është raportuar se në email adresën e një kolegji privat në fshatin Kamjan është pranuar lajmërimi për një mjet shpërthyes që dyshohet se është vendosur. Menjëherë janë marrë masat dhe aktivitetet e duhura, janë kryer kontrollet e nevojshme dhe është konstatuar se bëhet fjalë për lajmërim të rrejshëm, njoftoi Fatmir Rexhepi, zëdhënësi i sektorit për punë të brendshme në Tetovë. Ndryshe, mëngjesin e sotëm, 2 shkolla të mesme të Shkupit kanë marrë emaile ku thuhet se në objektet e tyre është vendosur një mjet shpërthyes. Ministria e Brendshme ka konfirmuar rastin më datë 8 prill 2025, 2 shkolla në Shkup kanë raportuar në RSSH Shkup se kanë marrë njoftim përmes emailit për gjoja të vendosur eksploziv. Menjëherë janë ndërmarrë masa dhe aktivitete adekuate, janë kryer kontrollet e nevojshme dhe është konstatuar se bëhet fjalë për kallëzime të rreme, njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme.